Me kërkesë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ligjvënësit kosovar pritet që në një nga seancat e radhës në Kuvendin e Kosovës të shtrojnë për debat raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Partia iniciuese e këtij debati pret që Kuvendi t'i potencojë të gjitha sfidat që i përmban raporti i fundit i progresit. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, ka thënë se nga debati nuk pret ndonjë vendim që do të ndikojë ndopak në përmbushjen e sfidave në këtë raport, por ai pret që të paktën opinioni të njihet me vlerësimet që i bën Komisioni Evropian për parimit në Kosovë. Në mos asgjë tjetër, ky debat së paku mund t'i demaskojë tentimet për të fshirë apo kamufluar, si dhe tentimet e krijimit të një lloji marketingu për një apo disa çështje në të cilat ka përparime apo përparime fare të vogla dhe përmes kësaj forme t'i mbuloj ato që realisht paraqisin shqetësimin kryesor për qytetarët dhe shtetin e Kosovës, siç janë ngesja në zhvillimin ekonomik, korrupsioni, mungesa e sundimit të ligjit, krijimi i organizuar e të tjera, thot Beqiri.